Kam ardhur në mal dhe do t'i tregoj një vend parallor. Ç'është e vërteta, sot do t'i flas për eremitët, por shikojeni një herë këtë vend këtu. Është një vend vërtet parallor. Kjo këtu quhet Madonna della Corona dhe gjendet këtu në Garda, nëpër malet e Gardës. Është rreth gjysmore nga Garda dhe do t'i tregoj, ky është një vend për eremitët. Ju duhet të dini që eremitët shkonin në një vend të tillë që meditonin dhe jepnin jetën. Tani do t'ju tregoj për eremitët shqiptar. Po le të shkojmë këtu në hije, këtej po vinë njerëz, sepse do t'ju tregoj vendin nga shkohet për të vajtur tek ajo kish që ju tregova tani, tek ai vend aty. Këto janë disa tunele që duken, por përpara se të shkojmë atje, sepse nuk mund të shkoj dot me qenin e vogël, ka shkuar gjysma e familjes, sepse kafshët nuk mund të shkojnë. Atëre, dua t'ju tregoj, siç ju thash, për eremitët. Eremitët që nga kohrat e lashta shkonin në disa vende, s'ke ku shkon këtu sepse që të gjithë që janë këtu flasin, normal që duhet flasin. Eremitët, po thosha, shkonin në për vende të tilla dhe fillonin dhe meditonin. Dhe ka 3 lloj eremitësh. Unë ja u kam treguar një herë, por dua që t'jem pak më i qartë në këtë, sepse për shembull, këtu ky vend, dhe jo vetëm këtu, por edhe në vendet le temi më të zhvilluara, e mbajtën kultin e eremitëve dhe le temi e zhvilluan. Si e zhvilluan? Këto ishin vetëm vende pelegrinazhi për eremitët, për ata që meditonin. Pra këto vendet kulte, kështu në maj të malit. Mirë po, në për vendet e zhvilluara, krijuan edhe kisha, ose krijuan vende okulte, që me kalimin e viteve u vizituan dhe vizitohen ende sot nga pelegrinazh. Në fakt, këtu po thuaj gjithë ditën ka njerëz, dhe që vinë e shohin, po flas. Mirë po, dikur vinin besimtar. Dhe çfarë bënin? Ata vinin këtu dhe meditonin. Meditonin natë dhe ditë. Ndonjëherë edhe pa ngrënë, pa pirë. Duhet të dini që në këtë vend këtu, akoma duhet ta gjej, po jam i bindur 1000% edhe pse nuk e kam lexuar këtë, ka një burim të nëndeshëm, burim uji, ku duhet të dini që burimet e nëndeshme që gjenden në sipërfaqe të larta të maleve, si për shembull këtu ose qoftë edhe në Shqipëri, për shembull në Llogora tregohet që është duhet të ketë qenë një vend vulkanik, për ata që nuk e din. Dhe uji që del nga poshtë, derisa del lart sipër në mal, del i kulluar. Dhe mendohet që jo vetëm uji është i mirë për të pirë, por modifikon edhe qelizat. Bile u jep jetë qelizave më shumë se sa uji normal, sepse duhet të dini që njeriu është i përbërë nga 70% ujë. Dhe qelizat tona, nëse ti u jep ujë me të kristalizuar, kështu quhet, uji kristalizuar sepse nga lartësia, pra nga poshtë lart duke u ngjitur uji, pastrohet nga shkëmbinjt, nga zhavori, nga çdo gjë që gjendet në tokë. Dhe është uji më i pastër dhe quhet uji i kristalizuar. Ky uji i kristalizuar, kur futet në qelizat tona, nuk ka nevojë që ne të ushqehemi, sepse duhet të dini që shumë njerëz në lashtësi kur meditonin nuk ushqeheshin. Dhe ata çfarë bënin? Kur vinin në këto vende, futeshin pikërisht në këto shpella ku dilte uji, burimi, dhe mjaftonte ajri, me fjalë oksigjeni që ai shlironte ai ujë, dhe duke pirë dhe uji aty, vetëm aq. Dhe ata shkonin dhe kalonin orë të tëra. Bile duhet të them dhe diçka tjetër. Në disa zona që ishin të afërta, si për shembull kjo nuk është shumë larg, me fjalë kjo më duket se është rreth 1000 metra, 1100 metra mbi nivelin e detit, Madonna della Corona, këtu në Garda. Këtu shkonin njerëzit, vinin njerëzit me mushka që u sillnin për të ngrënë
këtyre që meditonin. Dhe si që thash, ja, këtu po thuaj gjithë ditën nga mëngjesi deri në darkë këtu ka njerëz, ka peregrinazh. Dhe po thoshe që në atë kohë ata vinin dhe ushqenin, u jepnin për të ngrënë, pra sillnin ushqim eremitëve që gjendeshin këtu. Dhe disa prej tyre as që nuk hanin. Por doja t'ju thoshja, unë do t'i flas për eremitët shqiptar. Ndoshta ju e keni parë, por unë dua ta them edhe një herë, në një nga emisionet që kemi bërë, kemi folur për eremitë që kemi gjetur në Gjirokastër. Në një fshat pranë Gjirokastrës, gjendet një vend ku ne kemi gjetur vendin e eremitët shqiptar. Bile për këta eremitë shqiptar nuk ka folur pothuaj askush përveç se Ismail Kadares para disa viteve, nga vitet 60-70. Por eremit, si po i thoshja, ka në çdo vend të botës dhe ka qenë edhe në Shqipëri, sepse duhet të dini që Shqipëria ka qenë vendi pagan deri në kohët e lashta, me fjalë deri më afër, sepse nga paganizmi u morën të gjitha besimet fetare. Dhe ndokush nëse mendon që ne, se kur pyet një shqiptar çfarë jeni mysliman, të krishterë çfarë, gjën e parë që thonë jo ne mysliman, pa e ditur se si ishte myslimanizmi erdhi më vonë kur erdhën otomanët. Dhe njëkohësisht edhe krishtërimi u detyrua, ashtu si të gjitha edhe muslimanizmi, nga feja e krishterë dhe nga Vatikani, pas viteve 1600, pra 1500-1600, pas vdekjes Skënderbeut. Dhe po thoshja që më përpara ishte vend pagan, gjithë Shqipëria, bile deri në pranë Turqisë, edhe Greqia ishte kështu. Mendohet që një pjesë e madhe e botës, deri vonë, deri nga vitet 1000, ishin pagan. Por Shqipëria ishte vendi shtylla, pra baza e paganizmit. Bile edhe sot është vendi, merreni më mend, është vendi i vetëm laik në të gjithë këto shtetet përreth. Sepse nëse do flasim për, do ta lë tani telefonatën, sepse po merr gjysmë familjes që janë futur aty brenda, do ta shtoj më vonë një pjesë të kësaj. Ja, kjo është një pjesë që doja ta shtoja, ku futesh për të shkuar këtu. Alla mattina dovranno spendersi. Ne do shkojmë atje. Ky është ai manastiri dhe është dëmaj të malit, do shkojmë pikërisht aty. Volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. È dentro, sotto la terra e metà è fuori. Quindi la prima stagione del santuario è una seminagione di preghiera per qualche secolo.